Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. A ju ka ndodhur ndonjëherë të shihni një qime të bardhë, ndoshta shumë herët nga sa e prisnit. Shumë njerëz e përjetojnë këtë në të njëjtat, madje edhe në adoleshencë. Por pse ndodh kjo? Qimet e marrin ngjyrën nga melanina, një pigment që prodhohet nga qelizat e quajtura melanocite. Me kalimin e kohës, prodhimi i melaninës voglohet dhe qimet fillojnë të zbardhen. Kur një qime del pa melanin, ajo del e bardhë ose gri. Por pse disa njerëz zbardhen më herët se të tjerët? Tani do t'ju tregojmë disa faktorë kryesorë se pse ndodh kjo. Gjenetika. Nëse prindërit ose gjyshrit tuaj janë zbardhur herët, ka shumë gjasa që edhe ju të përjetoni të njëjtën gjë. Stresi. Hulumtimet tregojnë se stresi kronik mund të ndikojë në shfaqjen më të hershme të qimeve të bardha. Mungesa vitaminave. Veçanërisht B12, hekuri dhe acidi folik mund të ndikojnë në pigmentimin e flokëve. Sëmundjet autoimune. Disa gjendje shëndetësore mund të dëmtojnë melanocitet. Stili jetës, duhani, ushqyerja e dobët gjithashtu ndikojnë negativisht. A mund të ndryshojë një qime ngjyrën pasi ka dalë? Jo. Pasi një qime del nga skalpi, ajo nuk ka më lidhje me pigmentin. Nëse është e bardhë, e tillë do të mbetet. Megjithatë, nëse shkaku i zbardhjes është një mungesë ushqyese ose një stres i përkohshëm, ka raste kur flokët e rinj që rriten më vonë mund të kenë përsëri ngjyrën origjinale. A mund të parandalohen qimet e bardha? Zbardhja është një proces natyral dhe në shumicën e rasteve e lidhur me gjenetikën, por mund të ndihmojmë në ngadalësimin e saj duke u ushqyer mirë, veçanërisht vitaminat B, D, E dhe mineralet. Reduktimin e stresit përmes aktivitetit fizik, meditimit dhe gjumit cilësor. Mos abuzimi me produkte kimike në flokë si bojrat e ashpra, ndalimi i duhanit dhe konsultimi me mjekun për çdo shqetësim hormonal apo mungesë ushqyese. A duhet të shqetësohemi për një qime të bardhë? Jo. Një apo disa qime të bardha nuk janë asgjë për të frikësuar. Ato janë një pjesë normale e jetës dhe jo gjithmonë treguesi plagjes. Trupi ynë flet dhe ndonjëherë edhe përmes një fjeje floku. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.